Përshëndetje shenja e demit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 3 kupat, magjistari, 5 kupat, 8 kupat. Java ju gjen në një gjendje ku në sipërfaqe duket sikur gjërat janë në rregull. Me 3 kupat, ju mund të jeni mes njerëzve, të flisni, të ndani, ndoshta edhe të qeshni. Ka një përpjekje për të jetuar normalisht, për të ndjerë lehtësi, për të mos u zhytur shumë thellë. Dhe pikërisht në këtë moment ndodh diçka shumë e rëndësishme. Zgjohet magjistari brenda jush. Dhe ju filloni të kuptoni që nuk jeni më i njëjti person që prisnit nga të tjerët, nuk jeni më të varur nga rrethanat, ju mund të zgjidhni ndryshe, dhe kjo është pika ku shumë njerëz tremben, por jo ju, sepse menjëherë pas kësaj vjen një ndjenjë që nuk mund ta shmangni. 5 kupat nuk ju godet nga jashtë, ju lind nga brenda. Është ai momenti kur thoni unë e dija, por nuk doja ta pranoja. Një zhgënjim, një boshllëk, një ndjenjë që diçka ka përfunduar shumë kohë më parë, por ju vetëm tani po e ndjeni plotësisht. Ju mund të shikoni pas dhe të mendoni, pse u mundova kaq shumë, pse e mbajta kaq gjatë, por këto nuk janë pyetje për të ndëshkuar veten, janë shenja që jeni zgjuar, dhe pastaj vjen heshtja. 8 kupat, nuk ka zhurmë, nuk ka dramë, nuk ka nevojë për shpjegime të mëdha, ka vetëm një vendim të brendshëm, të tipit kjo nuk është më për mua, dhe ju largoheni emocionalisht, para se të largoheni fizikisht. Ju e lini pas atë që nuk ju mbush më, edhe nëse dikur ishte shumë e rëndësishme. Kartat këshillojnë se ju duhet të mos ktheheni pas vetëm sepse ndjeni boshllëk. Boshllëku nuk do të thotë që keni bërë gabim, do të thotë që po krijoni hapësirë për diçka më të vërtetë. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 6 kupat, drejtësia, asi shpatave, 5 shkopinjt. Në familje, energjia është e rëndë në një mënyrë tjetër, jo dramatike, por karmike, do të thoja unë. Në 6 kupat hap derën e së kaluarës, kujtime, njerëz, ndjenja që i njihni mirë, mund të ketë një ndjesi të tipit këtu kam qenë më parë. Për disa mund të jetë një vend i kaluar, për disa mund të bëhet fjalë për fëmijë ose për fëmijëri. Por këtë herë ju nuk jeni i njëjti, dhe kjo është arsyeja pse hyn karta e drejtësisë në këtë mes. Kjo kartë nuk vjen për t'ju qetësuar, vjen për të vendosur rend. Çfarë është e drejtë për ju? Çfarë keni toleruar që nuk duhet më? Ku duhet të vendosni ju kufi? Për disa kjo mund të marrë formë konkrete, për shembull në lidhje me dokumente, vendime ligjore, ndarje të qarta. Për të tjerët është një gjykim i heshtur ku ju vendosni. Kjo nuk është më e pranueshme për mua, dhe më pas vjen asi i shpatave. E vërteta ekspozohet. Fjalët nuk mbulohen më me butësi. Ju ose dikush tjetër thot atë që duhet thënë, dhe natyrisht kjo sjell 5 shkopinjt. Përplasje, mosmarrveshje, energji të forta, por dëgjojeni mirë këtë. Ky konflikt nuk është për t'ju shkatruar, është për t'ju çliruar. Dhe kartat këshillojnë se ju duhet të mos heshni për të ruajtur paqen. Nëse e vërteta juaj krijon tension, atëherë ai tension është i nevojshëm. Mos u ktheni më në versionin e vjetër të vetes, vetëm për të qenë i ose e pranueshme. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi kalorësi i shpatave, 2 kupat, ylli, mbreti i monedhave. Në dashuri, ndërkohë që ju po lini pas diçka, dashuria nuk mbyllet, përkundrazi hapet, por jo si më parë. Kalorësi i shpatave hyn papritur.
Ky nuk është një fillim I ngadalt, kalorësi shpatave mund të jetë një mesazh, një bisedë, një hyrje e papritur e dikujt, pra ka lëvizje, ka shpejtësi, ka një ndjenjë të tipit, kjo po ndodh tani shumë shpejt, në mënyrë të vrrullshme, mund të jetë edhe një diskutim për disa prej jush. Dhe menjëherë pas kësaj kemi 2 kupat. Dhe nuk është rastësi, është një lidhje, një ndjesi që nuk ka nevojë për shumë shpjegim, një barazi emocionale, një po, një po reciproke, dhe pastaj vjen një nga energjitë më të pastra që mund të merrni, ylli. Kjo është shumë e rëndësishme për ju këtë javë, sepse pas zhgënjimit dhe largimit që keni përjetuar, kjo lidhje nuk ju trondit, ju qetëson, ju filloni të ndjeni që nuk keni nevojë të luftoni për këtë, nuk keni nevojë të bindni askënd, nuk keni nevojë të jeni dikush tjetër, dhe më pas mbreti I monedhave. Kjo është pika ku dashuria bëhet reale. Jo vetëm ndjenjë, por stabilitet, përgjegjësi, siguri. Dhe kartat këshillojnë se ju duhet të mos e sillni frikën tuaj nga e kaluara në këtë lidhje. Mos testoni, mos dyshoni pa arsye, por gjithashtu mos e humbni veten, qëndroni në vlerën tuaj. Kjo lidhje mund të ndërtohet fort nëse ju qëndroni të balancuar. Kalojmë tek puna. Në punë kemi mbreti I kupave, kalorësi I kupave, 6 shkopinj, 3 shkopinj. Në punë, ndërkohë që emocionet janë të forta në jetën personale, duket se ju jeni në një rrugë shumë të mirë. Mbreti I kupave tregon që ju keni një pjekuri që të tjerët e ndjejnë, ose mund të jetë dikush në punën tuaj I portretizuar si mbreti I kupave. Pra që ka një kontroll emocional. Ky është një person që nuk shpërthen. Mbreti I kupave nuk reagon me impuls, pra ai është një menaxher I mirë I ndjenjave. Kalorësi I kupave sjell një ofertë, një ide, një mundësi që ju frymëzon. Për disa mund të jetë një kërkim falje, për disa mund të jetë një pajtim, për disa mund të jetë një ftesë. Diçka që nuk është vetëm praktike, por edhe e ndjerë, pra bashkangjiten sentimentet në këtë mes. Dhe më pas kemi 6 shkopinj. Çfarë tregon kjo? Tregon fitore, vëmendje, ju njiheni, ju vlerësoheni, dikush ju sheh dhe thot, prit pak se ky person pas ka vlerë. Dhe kjo nuk ndalet këtu. 3 shkopinj tregon horizont, ju filloni të shihni më larg, mundësi të reja, zgjerim, një hap tjetër që mund të ndryshojë shumë për ju. Kartat këshillojnë se ju duhet të dilni përpara pa frikë. Mos prisni që të tjerët t'ju japin vendin, merreni vetë. Kjo është një javë ku ju mund të avanconi realisht nëse besoni në veten tuaj. Kalojmë te Prism Oracle ku kemi hapësirë. Dhe kjo do të thotë se ju nuk keni nevojë të mbushni çdo boshllëk. Ju nuk keni nevojë të jeni gjithmonë të rrethuar. Ju nuk keni nevojë të reagoni menjëherë. Sepse kjo javë ju mëson diçka shumë të rëndësishme. Hapësira nuk është mungesë, është zgjedhje. Pra, ju hyni në këtë javë duke menduar që gjithçka është nën kontroll, por në të vërtetë kjo është java ku ju lini pas një pjesë të vetes që nuk ju përfaqëson më me 8 kupat dhe ju përballeni me të vërteta në familje. Dhe hapeni ndaj një dashurie që nuk ju lëndon dhe por ju shëron, dhe rriteni në një nivel të ri në punë me gjithë këto karta të bukura. Por mbi të gjitha ju mësoni të zgjidhni veten pa ndjer faj.
Pacim!